Qëndro e fortë. Zgjohu çdo mëngjes me një qëllim dhe fytyra jote le të jetë gjithmonë e gëzueshme. Fillo ditën duke u dhuruar dashuri të gjithë atyre që të rrethojnë. Por mos haro, jeta ka shumë gjëra që na mërzisin dhe ne e dim që ato janë të shkruara e do të ndodhin herët apo vonë. Por ti mos u dorëzo asnjëherë kur dihet që pas hidhërimit padyshim do të vijë gëzimi. Mos i numëro asnjëherë dështimet e tua, mos i merr kohë vetes. Lejo veten të kënaqet me gjërat të bukura që ti ka dhuruar natyra. Buzëqesh, sepse vërtet ia vlen që kur të plakesh rrullat e tua të tregojnë që janë shenja që ke buzëqeshur dhe ke qenë shumë e lumtur dikur. Bëhu e fortë. Ti mundesh edhe atëherë kur gjithë mundohen të ulin poshtë. Tregoje veten sa vlen. Tregoje të gjithë atyre që duan të shohin të rënuar si ti mundesh edhe pa ta. Ti ke gjithçka që dikush do të donte të kishte. Ti quhesh femër dhe tregoje të gjithëve mos lejo që një mashkull të ketë drejta mbi ty. Ti nuk je robreshe askujt. Ti meriton shumë. Bëhu një vajzë e sjellshme për të gjithë, e më së shumti për prindrit e tu. Ata kanë më së shumti nevojë për ty. Bëhu një grua e ndershme. Çdo burr do të ishte krenar për gruan e tij. Bëhu një nënë e mirë për fëmijët e tu. Ata nuk do të harrojnë këtë. Ata gjithmonë do të kujdesen për ty. E kush tjetër pos një femër do të mund të luante kaq shumë role në jetë. Falendero Zotin dhe kreno që je ti.